Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi 30, Sure Al-Alaq, ajetet nga 15 deri te ajeti 19. Kella la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u an-nadiya sanad'u az-zabaniya kella la tuti'uhu wasjud waqtarib. Jo, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo, ne do ta kapim përballukesh për ta hedhur në zjarrin e xhehenemit. Përballukesh të gënjeshtarit dhe fajtorit, atëherë ai le ta thras shoqërinë e vet. Ne do t'i thrasim zebanijet, rojet e xhehenemit, kurse si mos ju nënshtro atij o Muhammed, por bëj sejdë dhe afroju Zotit tënd. Komentimi: Suxhudi dhe të afruarit te Allahu. Në vazhdim të diskutimit që u bën në ajetet e kaluara për sa u përket arrogantëve dhe mendjemdhënjve jo besimtar, në lidhje me profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, si dhe me falësit e namazit, ajetet në vazhdim janë kërcënuese dhe thonë se nuk është ashtu sikurse mendoni ju. Menduat se mund të vendosni këmbë mbi kokën e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur bënte sejdë. Ju menduat se mund ta ndaloni atë nga programi i tij hyjnor. Jo, nëse nuk hiqni dorë nga ignoranca juaj dhe nuk e ulni hundën tuaj, do t'ju shkulen flokët e parme të kokës dhe ju do të shkoni drejt dënimit. Jo, nëse ai nuk tërhiqet nga kjo, ne do ta kapim përballukesh për ta hedhur në zjarrin e xhehenemit, përballukesh të gënjeshtarit dhe fajtorit. Fjala lenasfan vjen nga rrënja SFU dhe sipas disa komentuesve ka kuptim të ndryshëm, si të marrësh e të tërheqësh dikë me forcë, ta qellosh në fytyrë, t'i nxish fytyrën, të turpërosh dhe të përçmosh. Në këtë rast, komentimi i parë është më i përshtatshëm, edhe pse ajeti për cilin po diskutojmë mund të ketë edhe kuptime të tjera. Sidoqoftë, Amozvall ka për qëllim ndodhin në ditën e Kiametit, që në atë ditë do të tërhiqen flokët e Ebu Xhehelit dhe të shokëve të tij, të cilët do të futen në zjarrin e xhehenemit, apo këto dënime do t'i shijojnë edhe në këtë botë, apo flitet për dënimin në të dy botët. Nuk duket i pamundur dënimi i të dy botëve. Për këtë përfundim bazohemi në hadithin e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në transmetim lexojmë kur zbriti surja Ar-Rahman, profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u tha shokëve të tij: kush nga ju do ta recitoj këtë sure për prijesit e Kurejshëve? Të pranishmit në fillim heshtën pak, sepse kishin frikë nga ata. O i dërguari i Allahut, do ta kryej unë këtë punë, tha Abdullah ibn Mesudi. Ibn Mesudi kishte trup të dobët, por u ngrit dhe u nis pranë kryetarëve të Kurejshëve, kur pas ata ishin mbledhur përreth Qabes, nisi të recitoj surën Ar-Rahman. Kur e dëgjoi Ebu Xhehli, u ngrit dhe i qelloi në fytyrë aq shumë sa që edhe veshin ja çau dhe nisi t'i rrithte gjak. Ibn Mesudi, duke vuajtur dhe me lot në sy, shkoi pranë profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e pa në atë gjendje Ibn Mesudin, u mërzit shumë, uli kokën dhe përfshiu hidhërimi dhe mërzia, pa pritur u shfaq Xhebraili i qeshur dhe i gëzuar. O Xhebrail, përse po qesh, ndërkohë që Ibn Mesudi është duke qarë? E pyeti profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Shumë shpejt do ta marrësh vesh arsyen, ju përgjigj Xhebraili. Kjo ngjarje e kaloi dhe myslimanët shumë shpejt nisën luftën e Bedrit, ku dolën fitimtar. Ibn Mesudi po ecte midis të vrarëve mushrik, syt i hasën tek Ebu Xhehli që ishte në grahmat e fundit. Ibn Mesudi u ul mbi kraharorin e tij, kur Ebu Xhehli e pa, tha: o çobani pa vlerë, Islami është ai që merr më të mirën dhe mbi Islamin nuk do të jetë kush, i tha Ibn Mesudi. Thuaj shokut tënd Muhammedit se jo vetëm gjatë gjithë jetës sime, por edhe në momentin e vdekjes nuk kam parë njeri më të rryer se ai, i tha Ebu Xhehli atij. Kur profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e mori vesh këtë gjë, tha: Faraoni i kohës sime është më i keq se sa faraoni i Musait, paqja e Zotit qoftë mbi të, sepse faraoni i tij në momentin e fundit të jetës besoi, ndërsa ky e shtoi edhe më tepër arrogancën e tij. Ma pri kokën me shpatën tënde, sepse është më e mprehtë. Ebu Xhehli ju drejtua Ibn Mesudit. Kur Ibn Mesudi ja ndau kokën nga trupi, nuk mundi ta merrte në dorë që t'ia çonte të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, por e tërhoqi zvarrat duke mbajtur prej ballukesh. Kështu u përmbush kuptimi i ajetit për dënimin në këtë botë.
Fjala an-nasiyatu ka kuptimin flokët e parë me balluke, të kapësh balluket thuhet në disa vende kur duan të poshtërojnë dikë dhe ta detyrojnë të bëjë një punë, e kapin nga flokët e parë me balluket sepse kur dikush kapet për ballukesh, nuk ka mundësi të lëvizë dhe nuk ka mundësi tjetër përveç se të dorëzohet. Por gjithashtu fjala an-nasiyatu përdoret edhe për individe dhe për objekte, sikurse edhe në gjuhën perse përdoret për fronti popullor ose balli ndërtesës. Ndërsa interpretimi i ajetit nasiyatin kadhibatin khati'e për ballukesh gënjeshtare mëkatare, flet për një person që është pronari këtyre ballukeve që ishte edhe gënjeshtar, edhe me gabime sikurse ishte Ebu Xehli. Në një transmetim të Ibn Abbasit thuhet: një ditë Ebu Xehli erdhi pranë të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Profeti po falte namaz pranë mekamit të Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë mbi të. A nuk ta kam ndaluar këtë punën ty? I thiri Ebu Xehli. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i bërtiti dhe e largoi nga vetja. O Muhammed, ti po më bërtet dhe po më largon mua, a nuk e di ti se të afërmit dhe fisim në këtë tokë është më i madhi? I tha Ebu Xehli. Këtu zbret ajeti: atëherë ai le ta thras shoqërinë e vet, ne do t'i thrasim zebanijet, rojet e xhehenemit. Lëre këtë ignorant dhe mendje madh të thras të gjithë fisin dhe njerëzit e tij dhe të kërkoj ndihmë prej tyre. Në këtë mënyrë do të qartësohet se ky njeri pa informacion nuk mund të bëjë asgjë. Ai do të jetë i varur nga rojet e dënimit, si dhe do të jetë i vendosur si kafsh në mesin e një tufani të tmerrshëm. Fjala an-nadie vjen nga rënja nadaun dhe ka kuptimin e vendit ku mblidhen populli. Ndonjëherë qendrës së argëtimit i thon nadi, sepse atje njerëzit thrasin njëri tjetrin me zë të lartë. Disa komentues janë të mendimit se fjala nada ka kuptimin e nderimit, sepse atje ata nderojnë dhe mirëpresin njëri tjetrin. Tok fjalshi darun nadwa e njohur si vendi mbledhjeve dhe i konsultimit të kurejshitëve. Edhe në këtë rast ka marrë të njëjtin kuptim, por në këtë rast qëllimi i përdorimit të fjalës nadi është të tregojë popullatën e mbledhur në atë mbledhje. Sipas një tjetër interpretimi ka kuptimin fis dhe farefis, miq e shok që Ebu Xehli kishte rreth rrotull vetes së tij e mbështetej te ta. Fjala e zebanie është shumë si fjalës zebanie, që në origjinë ka kuptimin rojet. Vjen nga rënja zeben, me kuptimin të varosësh, të largosh. Në këtë rast ka kuptimin e dënimit, që engjëjt e dënimit janë rojet e xhehenemit. Në ajetin e fundit të surës, që është ajet sejdëje, pra pas leximit të tij të bëhet sejdë, Allahu thot kella. Pra nuk është ashtu sikur sa i mendon që këmbgul që ti të braktisësh sejdën, prandaj kurse si mos ju nënshtro atij o Muhammed, por bëj sejdë dhe afroju Zotit tënd. Ebu Xehli është më i vogël se sa mendojnë që të bëhen pengesë e sejdës së profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij. Apo të jenë pengesë fesë tënde, ti mbështetu te Allahu duke adhuruar atë dhe duke bërë sejdë. Hidhi hapat në këtë rrugë dhe afrohu sa më shumë pranë krijuesit tënd. Gjithashtu nga ky ajet kuptohet më së miri se sejdja është shkaku i afrimitetit të njeriut me krijuesin. Ndaj dhe në një hadith të dërguarit të Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të e mbi familjen e tij, lexojmë: robërit janë më afër Zotit kur janë në sejdë. Sipas transmetimeve të Ehli Bejtit, paqja e Zotit qoftë mbi ta, janë 4 sure në Kur'an ku sejdja është e detyruar. 1. Ajeti 15 i surës Es-Sejdë. 2. Ajeti 37 i surës Fussilet. 3. Ajeti 62 i surës An-Najm. 4. Ajeti 19 i surës Al-Alaq. Sejdët e tjera janë të pëlqyeshme. Hulumtim. Kalimi i cakut dhe ndjesia e vetë mjaftueshmërisë. Zakonisht korrupsioni në këtë botë nis nga sëra e lartë, ose më mirë le të themi se burimi janë ata. Ndaj ata gjithmonë janë kundërshtarët e parë të profetëve, edhe Kurani në disa raste ata i konsideron si el-mel'u, el-mutrafin, el-mustakbirin. Në rastin e parë flet për popullatën aristokrate të ngritur që në pamje të jashtme ta mbushin syrin, por brenda janë bosh. Ndërsa në rastin e dytë flitet për persona që gjithmonë kanë jetuar në rehati, ata janë të dehur dhe mendjemdhenj, nuk e kuptojnë hallin dhe dhimbjen e të tjerëve. Pala e tretë janë ata njerëz që janë ulur mbi kariget e pushtetit dhe janë larg Zotit dhe krijesave. Ndërkohë që ne e dim se nga një fllad kalendari i ditëve ndryshohet e bëhet rrëmuj. Nëse do të vinte ndonjë tufan apo tërmet, të gjitha mallrat dhe gjithçka që kanë ata do të zhdukeshin në më pak se një orë, kështu ata do të shikonin vdekjen dhe se sa në rrezik
tragik janë, që është gjithë kjo pavëmendje që ka kapluar një grup njerëzish e që mendojnë se nuk kanë nevojë për gjë. Ata duke qenë të ulur në karrigën e pushtetit janë edhe mendjemdhenj edhe arrogant, popullin e kanë vendosur si sken të tyren. Kërkojnë strehim të ti o Zot nga kjo padituri dhe nga kjo ignorancë. Për të larguar një gjendje të tillë, është e mjaftueshme që njeriu të vështrojë pak tek vetja e tij e të shikojë se sa i dobët është, ndërsa pushteti dhe fuqia e Allahut është e paimagjinueshme. Nëse rikujtojmë pak historinë e të kaluarve, do të shikojmë se si kanë vepruar ata e se si u ka shkuar fati. Ka pasur prej tyre që janë treguar arrogant, kanë menduar se janë të fortë, por u është ulur hunda dhe janë zbritur nga koltuku i pushtetit dhe i arrogancës. O Allah, na ruaj ne nga mendjemadhësia që është shkaku i largimit nga ti. O Allah, mos na lër asnjë moment të vendosim vetë si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. O Allah, na jep forcë që planet e arrogantëve dhe mendjemdhenjve të shkatrohen dhe të shuhen. Amin, ya Rabbel Alamin.